viti 2025 ka qenë një vit shumë sfidues për Radio Televizionin e Kosovës, për shkak të mos funksionalitetit të bordit dhe të themeluesit të Radio Televizionit të Kosovës, që është kuvendi. Gjatë vitit i kaluar në aspektin financiar, ne jemi ballafaquar me dy perioda, me dy momente shumë të vështira, ku është rrezikuar edhe, domethënë, ka ardhur edhe te mospagesa e pagave të rregullta të punëtorëve tonë, gjë që është hera e parë në historinë shumë vjeçare të RTK-s. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së Komisionit për Buxhet, i cili është i autorizuar që të bëj alokimin e mjetëve, pra që autorizoj thesarin e shtetit që ta bëjë një gjë të tillë. Si zgjidhje emergjente, ne atë kohë patëm kërkuar një kredi nga qeveria, e cila është aprovuar në vlerë prej 2.540.000 euro, për të financuar një 3 mujor, duke filluar nga muji korrekt deri në mujin shtator. Mirë po, për shkak të mos konstituimit dhe mos funksionalizimit plot të kuvendit, kriza është përsëritur edhe në muajin nëntor, dhe kështu që edhe pagat e muajit nëntor dhe ato të tetorit janë dhënë me vonesë, deri në marrjen e vendimit tjetër nga ana e qeverisë, nga fondi rezervë, ku është bërë një zgjidhje e përkohshme financiare. Në ndërkohë, ne jemi ballafaquar me sfida të ndryshme, me borxhe nga e kaluara, me kërcënime nga ana e përmbaruesve për shlirjen e këtyre borxheve, me ngritjen e çmimeve nga ana e operatorëve ekonomik, së fundmi edhe me ngritjen e pagës minimale, e cila ka implikim edhe në buxhetin tonë, si në rastin me punëtorët tonë, të cilët është dashur që të ndryshohet kontrata e punës për të përmbushur këtë obligim ligjor, dhe po ashtu edhe me korrigjimin e kontratave me operatorët ekonomik, të cilët kanë qenë të detyruar që të ndryshojnë çmimorët e tyre për të paguar punëtorët e tyre në sigurimin fizik dhe atë të pastrimit, shërbime këto të cilat i shfrytëzojmë nga operatorët e pavarur. Sa i përket raportit financiar të 6 mujorit të dytë të vitit fiskal për vitin 2025, Radio Televizioni i Kosovës nga tyrat të përgjithshme prej 7.689.000, kemi filluar me një saldo fillestar prej 100.000, tyra nga qeveria e Kosovës prej 7.020.000, ku nga këto 4.448.000 kena të bëjnë me subvencion, ndërsa prej 2.540.000 kena mbështetje financiare apo HAZ me kthem, domethënë fond të huadhanis. Kena pas një mbështetje financiare për organizimin e festivalit të këngës nga Ministria e Kulturës, vlerë prej 280.000 euro, si dhe nga burimet vetanake 289.030 euro. Kjo i përket strukturës së të hyra për 6 mujorin e dytë të vitit fiskal të vitit 2025. Ndërsa sa i përket shpenzimeve, shpenzimet të përgjithshme për 6 mujorin e dytë janë 5.157.000 apo 128.000 euro, ku nga këto 3.834.000 euro janë pagesa për personel apo paga. Kategoria e dytë kena të bëjmë me kategorinë e mallrave dhe shërbime prej 947.118, ku vlen të theksohet mbi 577.000 euro, kena të bëjna me një kontratë e cila ka të bëjë me një operator ndërkombëtar, siç është UEFA, për organizimin e lojrave të UEFA, domethënë cilën e kena si kontratë nga vitet paraprake. Si dhe shpenzimet komunale janë vlerë 56.715, festivali këngës domethënë ka kushtuar 309.667, si dhe shpenzimet kapitale në formë donacionit janë 9.003 euro. Një bilans përfunditar periudhës 31/12/2025, vlera përgjithshme është 2.532.506 euro. Kjo është domosdoshmë struktura buxhetore për 6 mujorin e dytë, pika të shkurta. Edhe ajo që po du me ngritë si shqetësim është problemi të menaxhimenti i RTK-s, të mënyra si po menaxhohet RTK-ja, se na kemi edhe 10 televizione private në Kosovë që funksionojnë normalisht,
kurse RTK-ja ka një problem të vazhdueshëm edhe në kuptimin e menaxhimit të financave, por së fundi fatkeqësisht kemi probleme edhe me gazetarët, me punëtorët që punojnë në RTK. Shumë prej tyre po largohen nga puna, edhe sigurisht që dojmë me ditë si komision pse ata po largohen nga puna, a kanë probleme me punën që përkryen, apo po ndiqen bazat bindjeve të tyre politike partijake, apo kanë problemi për shkak se është shqetësuese mënyra se si RTK-ja i largon nga puna shumë gazetarë, sidomos të viteve të fundit. Po, filloj nga fundi, në fakt të çështja e gazetarëve. Gjatë kohës sa kam qenë unë ushtrues detyre i drejtorit përgjithshëm të RTK-s, nuk është larguar kuptimin e plotë të fjalës asnjë punëtor nga puna. Rastet që i përmendet kanë bëjnë me dy punonësit tona, të cilëve u ka skaduar kontrata e punës me afat të caktuar. Kështu që nuk kemi të bëjmë me një ndërprerje të marrëdhënies punës, mirë po me skadim të kontratës së punës. Këtu kemi edhe një raport zyrtar të Inspektoratit të Punës, pas ankesës që punëtorja në fjalë e dina, e ka bërë atje dhe sipas këtij raporti zyrtar, RTK-ja si pandon si ka respektuar gjitha procedurat ligjore edhe rregullativën e vet të brendshme dhe nuk ka asnjë shkel në këtë drejtim dhe e udhëzon të thotë ankuesën këtë rast që të i drejtohet gjykatës për çështjet e tjera kontestimore. Unë po e kuptoj edhe dim gjithë gjendjen financiare të RTK-s është diskutuar me 10 herë. Por nëse duam vërtet që të ecim përpara, edhe të kena trajtim të mirë fill situatës financiare të RTK-s, po institucione të tjera, duhet të trajtimin t'ja bëjmë pak më seriozisht. Unë si antar i këtij komisioni, materialet i kam pranuar para një dite dhe letoj edhe ndonjë ekspert më i mirë që e kam pas mundësinë përmbajtësisht me shqyrtu këto materiale dhe mundem me marrë një vendim si me thonë të mirë mbi këto materiale është e paqëndrueshme. Se nëse du me pas vendime korrekte në raport me këtë institucion, do të kemi kohë të lexojmë materialet, të lexojmë raportet edhe dim ka po ecim. Kjo diskutim që po e bëjmë sot ka mujt me u bë deri me datën 31 mars, sa ashtu e parashë ligji apo jo. Edhe nuk po e kuptojmë ngutin mbase drejtori ose dikush duhet na sqarojë ngutin pse sot duhet ta trajtojmë çështjen e RTK-s, e jo të kemi afat spaku ti lexojmë materialet, edhe raportimin, po dhe planifikimin për këtë periudhë, edhe ta trajtojmë si duhet. Faleminderit kolegë deputet, unë e sqarova në fillim që kërkesa ime si kryetar komisionit ka qenë që të përfshin të bikat të rendititës dhe kemi ftuar edhe kanë që t'jenë prezent duke u thirrur, duke u bazuar në dinamikën që kemi si kuvend i Republikës, dihet që jemi para procesit të seancës për presidentit dhe askush nuk e di se si do epilogun e asaj seance, kështu që nuk kam dashur që të rrezikojmë që të mbetet Radio Televizioni i Kosovës pa buxhet dhe të përsëritet situata e njëjtë sikur vitin e kaluar, kur ne si komision mos kemi të drejtë që të mlidhemi. Kur përmenda që në fillim që të mos ngutemi ta fusim si pikë në rendite ose të mos e shterojmë këtë temë pa pas diskutim përmbajtësor dhe lexim të materialeve, po përmendi edhe rastin këtu që lehtë deputetët e opozitës sot sulmojnë në RTK-n kur nuk e mendojnë ose harrojnë se çka ka ndodhur me RTK-n për 2 dekada. Edhe këta e dinë që qeverisit paraprake e kanë gjunjëzuar RTK-n me bipunësime, me kontrata dëmshme e kështu me radhë, edhe sigurisht që sot RTK nuk mund të rime këmbët me lehtësi edhe kollaj. Edhe sigurisht që menaxhmenti sot, bordi, aktorët aty mund gjinin në situatë të vështirë, e këtu në fashën e tretë, përkatësisht 4, po përmendet edhe një obligim i cili nuk u përmend as prej zyrtarit kryesor financiar, nëse po gaboj, e as prej drejtorit. Pra, siç po kuptoj, me vendim të gjykatës, nëse deri me datën 20 mars 2026 nuk ekzekutohet pagesa prej 782.000 euro për një kontratë të vitit 2011 me operatorin ekonomik Grand Media për emisionin Kush do të bëhet milioner, i nderuar Besen Mustafa, kolegë deputet.
Ja unë falë, mos mu drejtohu, se s'kam qenë menaxhment aty. Se po më drejtohesh mu, kur unë s'kam qenë menaxhment, as bord, as menaxhment RTK-s, as kam punu kur. Lutem koleg. Ja, unë falë, koleg. Po jo Drejtoju menaxhmentit të RTK-s në atë kohë, jo mu, s'kam qenë as në politikë aty. Majmë një rend që kërkot fjala. Zoti Hoti. Po shikon tabela. Kam vëmendje të mjaftueshme, faleminderit. Dakor. Nëse keni vëmendjen, në vitin 2011 ka qenë një kontratë me operatorin ekonomik Grand Media, sikur se shumë kontratat që i kanë shty qeverit paraprake me menaxhmentet e kaluara të RTK-s, kontrata korruptive e të mbi ngarkuara me buxhet e me mbi punësim, edhe kanë purë të kënë këtu kusht sot. Edhe ato 2 milion shtesë që ti përmende, me pretendimin që janë largu nga buxheti, edhe ato kanë shku aty ku nuk duhet, sikur se kjo kontratë. Dhe deri me 20 mars, nëse nuk paguhet, po thotë shuma prej 782.000 euro, për mbaruesi rrezikon ose kërcënon RTK me bllokim edhe tërheqje të mjeteve nga llogaria. Pra, na po e trajtojmë sot situatën e rënduar në RTK, por kjo situatë ka një historik. E historiku është që qeveritë e kaluara për 2 dekada e kanë pas RTK-n stret të rahatimit familjarëve, të militantëve edhe të realizimit të kontratave korruptive, kështu pa mbarim edhe pa dhim. Sot RTK-ja sigurisht që e ka të vështirë rimëkëmbjen dhe është drejt rimëkëmbjes, por diskutimi që po e bëjmë sot këtu, edhe që do bëjmë vejmë për RTK-n, po e bëjmë në ndritën e këndellës së atij institucioni të rëndësishëm. E ajo bëhet të heq durt politika për atij institucioni. Edhe kur përmend qeverinë aktuale, mundesh me përmendën se din diçka me emra konkret, me vendime konkrete, por jo veç për ndikimin e pretenduar. E nëse flasim për qeveritë paraprake, mësa ne e shohim kush ka qenë, kush i ka gratë aty, kush i ka ballëdëskat, kush i ka shumë militantët, sa ka qenë numri punëtorëve, sa punëtorë është dashur me i hek në menaxhmenti i RTK-s, kur kemi ardhur cilë s'ka bërë asnjë punë nëse mbasi skandale në punë hiç, e sa kontrata të tilla sikur kjo kush do të bëhet milioner kanë qenë të panevojshme ose me buxhet banamec. Faleminderit zoti Hoti. Pasi u përmend deputeti Besian Mustafa ka fjalën para se t'ja kaloj menaxhmentit për përgjigje në pretendimet e zotit Hoti. Po zoti Besian. Faleminderit shumë kryetar. Zoti Hoti me gjas ke probleme me dëgjim. Në asnjë moment nuk akuzova menaxhmentin aktual ose bordin aktual për keqpërdorim të paras publike. Në asnjë moment. Pra akuzat që i ke në mendjen tënde ku ta di u drejtuar kujt, mos mi drejto mua, sepse unë nuk bëra asnjë akuzë të tillë. Prandaj mos mu drejto mua për akuzat që nuk i bëj. E para, e dyta, faleminderit që the politika larg menaxhmentit dhe menaxhimit të RTK-s. Por njëkohësisht dhe hodhe akuza ndaj qeverive paraprake. Për këtë qeveri the, zoti Mustafa, nëse ke informata përmendi emrat, atëherë dhe ti zoti Hoti, nëse për vitin 2011, 12, 10, kur do cilën do, ke informata përmendi emrat edhe këtu, edhe në gjykat. Të bashkangjitem unë, publikisht po e them, të bashkangjitem unë që të sigurohemi unë ti si deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, që ata që kanë keq përdorur fonde në cilin do institucion publik përfundojnë në burg. Koleg deputet, antarë të komisionit, pas që diskutimet kanë përfunduar, tani jemi para vendimit për 2 pikat e rendit ditës. Mirë po, si që patë dhe deklarimin e menaxhmentit dhe bordit që raporti për vitin e kaluar nuk është miratuar në bordin e RTK-s, kështu që unë propozoj që atë ndoshta edhe mos ta hedhëm fare në votim, për shkak se nuk është miratuar nga ana e bordit. Kështu që ai raport mbetet ndoshta bordi 3, se çka vendos me raportin e vitit kaluar, ndërsa sa i përket vendimit dytë që ka të bëjë me ndarjen e mjeteve buxhetore për sesionin pranveror, unë konsideroj që këtë vendim nëse janë pajtimet duhet ta marrim, në mënyrë që mos të mbetet Radio Televizioni Kosovës pa buxhet dhe të përsëritet situata e njëjtë që kishim vitin e kaluar. Gjithëherë po e përsëris duke pasur parasysh situatën në të cilën jemi
dhe nuk dihet kjo legislatura do të vazhdojë mandatin a si do të jetë pa paragjykuar përfundimin e seancës. Edhe tash e kuptuam se kush bëhet milioner Grand Media e ka pasur projektin se si të bëhet milioner vetë e Sujkani, sepse njëti person ka përdorur deri vitin e kaluar një objekt qeveritar kur qeveria e ka marrë dhe të njëjtit person sot, përveç se ai ndërkohë ka marrë paga, para për shërbime, logjistik, staf e kështu me radhë, po jepen edhe 1 milion euro me një vendim gjykate. Kjo është padrejtësi e madhe ndaj RTK-s dhe kjo tregon që mbi kurrizin e RTK-s ka rëndu një barë e madhe nga ish pushtetit paraprake dhe njerëz që kanë qenë brenda RTK-s. Faleminderit. Është edhe ky rast ku i njëjti përmbarues i cili e ka rastin e RTK-s, tash e kuptuam që i njëjti që nga atë rasti i Telekomit. Pra, kena njerëz të trajnuar se si t'i vjelin institucionet publike. Këtë bashkarisht si deputet këtu e kudo kemi institucione du ta luftojmë bashkë edhe ta ndalim me sa më pas që mundemi. Pra, e hedhim në votim projekcionin për vitin 2026. Do të thotë Komisioni për Buxhet në bazë të 19, paragrafi 11 të ligjit numër 10/00 në ndajet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026 të rregulluarit së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 4 mars 2026 pas shqyrtimit të programit të shpenzimit të Radio Televizionit të Kosovës për periudhën janar-qershor 2026 mori këtë vendim. Miratohet programi shpenzimeve të Radio Televizionit të Kosovës për periudhën janar-qershor 2026 në shumë prej 4.480.000 euro. Pika 2. Drejtori i përgjithshëm i thesarit në Ministrinë e Financave të bëjë transferin e mjeteve buxhetore nga llogaria e fondit të konsoliduar të Republikës së Kosovës në buxhetin e Radio Televizionit të Kosovës, kategoria ekonomike, subvencione dhe transferi në llogarinë e Radio Televizionit të Kosovës për periudhën janar-qershor 2026 në shumën prej 4.480.000 euro. Ju ftoj kolegë deputet që ta votojnë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj që me 7 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenime, kalon ky vendim.